Kandidatja e Partisë Socialiste për kryetare të Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini premtoi restaurimin e shkallares që të çojë drejt Kuzumbabas. Ajo theksoi se do të realizohet restaurimi i gurve origjinal të shkallares, duke ruajtur autenticitetin e materialeve dhe teknikave ndërtimore tradicionale. Mersini premton gjithashtu edhe ndriçimin artistik dhe funksional, si dhe vendosjen e stacioneve të vogla të pushimit në zona strategjike të shkallares, duke përdorur element që përshtaten me karakterin historik dhe natyror të vendit. Restaurimi i gurve origjinal të shkallares duke ruajtur origjinalitetin e materialeve dhe teknikave ndërtimore tradicionale. Zvendësimi i gurve dëmtuar me materiale të njëjtës cilësi dhe stil për të garantuar koherencën estetike dhe historike. Konsolidimi i strukturës për të siguruar qëndrueshmërinë dhe sigurinë afatgjatë të saj. Ndriçimi artistik dhe funksional. Përdorimi i ndriçimit artistik që thekson elementet arkitektonik dhe estetik të mjedisit. Vendosja e stacioneve të vogla, pushimi në zona strategjike të shkallares dhe rrethinës, duke përdorur element që përshtaten me karakterin historik dhe natyror të vendit. Një rëndësi të veçantë do të ketë sinjalistika dhe aksesueshmëria, si dhe ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore, si dhe organizimi në aktiviteteve dhe eventeve kulturore për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të promovuar trashëgiminë historike dhe kulturore të zonës. Vendosja e sinjalistikës informuese dygjueshe, shqip dhe anglisht, që shpjegon historinë dhe rëndësinë e shkallares dhe zonës përreth. Krijimi i një sistemi të aksesueshëm për të gjithë grupet e njerëzve, duke përfshirë dhe ata me aftësi të kufizuar. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore. Organizimi i aktiviteteve dhe eventeve kulturore për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të promovuar trashëgiminë historike dhe kulturore të gjithë zonës. Kjo do të jetë Kuzumbabaja e re.